Senata, pas raportit të shumicës për Belinda Ballukun dhe deklaratave të kryeministrit që praktikisht e mbrojtën atë, a mendoni ju se politika po përpiqet të mbrojë zyrtarët e saj nga drejtësia? Çfarë mesazhi ju jep kjo qytetarëve që presin ndëshkim për korrupsionin në nivelet e larta? Në momentin që qeveria fillon edhe harton strategji për të mbrojtur dhe për të shkarkuar përgjegjësinë nga një person i caktuar, këtu kemi të bëjmë me propagandë. Mesazhi që jepet është një mesazh shumë i rrezikshëm për qytetarët. Ka një standard tjetër që aplikohet për qytetarët, një standard tjetër që aplikohet dhe do aplikohet për politikanët. Mendoj që duhet lënë hapësirë në qoftë se një ministër ose një zyrtar tjetër i shtetit është i pafajshëm, duhet lënë drejtësia që ta thojë këtë fjalë, për nëse është i fajshëm apo është i pafajshëm dhe jo propaganda politike. Mesazhi në këtë rast është shumë i rrezikshëm për qytetarët, të cilët e lexojnë shumë qartë dy standarde, një për politikanët, një për qytetarët. Kryeministri Edi Rama ngriti dyshime për mënyrën se si janë zhvilluar hetimet ndaj disa zyrtarëve të lartë. A është kjo një kritikë legjitime ndaj drejtësisë apo një formë presioni ndaj SPAK? Çdo kritikë që çohet ndaj një institucioni është një kritikë legjitime. Por kur kjo kritikë vjen nga kryeministri i vendit, i cili praktikisht i ka të gjitha pushtetet e tij në dorë, qytetarët më shumë se sa një kritik e lexojnë si një presion, si një perceptim presioni mbi SPAK-un. Duhet lënë që SPAK-u, drejtësia e re, të kryejë detyrat e pandikuar dhe e lirë, sipas asaj mënyrës së vetë që është krijuar. Ky ishte edhe arsyeja sepse u krijua SPAK-u, për të lënë i pavarur të kryejë hetimet ndaj të gjithë politikanëve dhe pushtetarëve të korruptuar sigurisht. Senata, raporti i fundit i SPAK ngre shqetësime për korrupsionin dhe përfshirjen e disa punonjësve të policisë në krimin e organizuar. Si e lexoni ju këtë raport? Si një alarm për gjendjen e shtetit apo si një provë që sistemi i sigurisë ka degraduar? E lexoj si një alarm shumë të fuqishëm ndaj mënyrës se si po veprohet. Policia duhet që të jetë në mbrojtje të qytetarëve, ndërkohë që policia na del që është në mbrojtje të kriminalëve, jo vetëm në mbrojtje të kriminalëve, por është të përfshirë në struktura kriminale. Pavarësisht se nga ana tjetër kjo tregon që sistemi po vepron, nga ana tjetër ka nxjerr pa një të vërtetë shumë të frikshme, që policia jo vetëm që është e korruptuar, por është bërë palë me krimin. Opozita ka organizuar disa protesta kundër qeverisë. A mendoni se protesta është ende një mjet efektiv për të prodhuar ndryshim politik në Shqipëri apo qytetarët janë bërë skeptik ndaj kësaj forme presioni? Protesta është mënyra më legjitime për të thënë jo diçka të cilat qytetarët janë kundër asaj gjëje. Sigurisht që protestat duhet që të jenë të përfaqësojnë interesat e qytetarëve, që të ketë sa më shumë pjesëmarrje. Kur protestat anojnë më shumë nga ana e partive politike, në fakt edhe qytetarët disi e lexojnë me skepticizëm protestën, por protestat e fundit që ka realizuar Partia Demokratike, duke pas parasysh që po përfaqëson gjithmonë e më shumë edhe problematikat, po pasqyrojnë problematikat që ka çdo qytetar pa dallim partie, prandaj edhe kemi gjithmonë më shumë një pjesëmarrje më masive nga protesta në protestë, pasi qytetarët tashmë nuk po shohin protestën e Partisë Demokratike si një protestë partijake, por po shohin si një protestë që në fund të ditës përfaqëson interesat e tyre vetjake, që janë interesat e tyre ekonomike, mbi të gjitha. Senata, ju jeni një figurë e re në politikë dhe kandidate për deputete. Çfarë mendoni se mund të ndryshojë realisht një brez i ri politikanësh në një sistem që prej vitesh dominohet nga të njëjtat figura? Brezi i ri, për sa kohë futet në politikë thjesht për të zëvendësuar për inerci brezin e vjetër, nuk do të bëjë asnjë ndryshim.
ata kanë një mision shumë fisnik që të sjellin të pasqyrojnë një model të ri në politikë. Brezi i ri nuk duhet të futet në politikë dhe shoh politikën si një menjerë ari të karrierës së tyre personale, por si një përgjegjësi shumë të fuqishme për qytetarët. Unë vi nga një background akademiko-shkencor dhe mendoj që në politikë duhet të ketë më shumë profesionalizëm, duhet të ketë më shumë meritokraci, mbi të gjitha duhet të ketë më shumë dinjitet. Deputetët të jenë njerëz dinjetosë që përfaqësojnë qytetarët të lirë të ndershëm dhe jo të përfaqësojnë krimin dhe të jenë aty si përfaqësues të krimit apo të degradojnë në fjalore banale që fatkeqësisht po i dëgjojmë dita ditës se si po degradon ai parlament. Edhe në fund të ditës më bë me thënë shqyr që nuk jam pjesë asaj parlamenti, shqyr që nuk jam pjesë atyre bisedave dhe diskutimeve të degraduara, sepse nuk i përshtaten as profilit tim, as dinjitetit tim, dhe as dinjitetit të shumë qytetarëve. Prandaj ai parlament duhet të ndëshoj rresisht. Është detyrë e brezit të ri që ta çojë dinjitetin atij parlamenti në vend. Nëse nesër SPAK do të hetonte një figurë të rëndësishme të opozitës, a do të mbante Partia Demokratike të njëjtin standard që kërkon sot për qeverinë apo do ta konsideronte edhe atë një proces të motivuar politikisht? Them të drejtën, nuk intimidohem hiç nga pyetjet që bëhen, pyetje të tilla që nëse SPAK do hetojë edhe njerëzit e partisë tonë. Sigurisht që standardi i SPAK-ut duhet të jetë i njëjtë, përderisa ne kërkojmë një standard hetimi për kundërshtarët politik që hetimi të shkojë deri në fund, e njëjta gjë duhet aplikohet edhe për njerëzit tanë. SPAK duhet lënë të bëj detyrën e tyre dhe të shkojë hetimit deri në fund. Duhet lënë, ai duhet jetë institucioni përgjegjës të cilin të akuzojë dhe të çojë drejt përfundimit të misionit të drejtësisë. Mediat kanë raportuar për një sherrë gjatë mbledhjes së Partisë Demokratike në Shkodër, ku në fokus ishte konfirmimi i kandidatëve për kryetar të degës. Çfarë ndodhi konkretisht në atë mbledhje? Keni ju një informacion? Faktikisht kjo është një diçka të cilën e kanë raportuar mediat si një gjatë procesit të diskutimit. Kuptohet që në momente tensionesh ndoshta mediat edhe e kanë egzageruar pak. Ne jemi një parti që i kena diskutimet të lejume, nuk është se kryetari shkon aty vendos thotë unë do të them për këtë gjë dhe siç ishte në rastin që pam dje që tha do ta mbyllni, do ta çepni. Jemi gjithmonë pjesë e diskutimeve në një kohë të tillë ku të bësh opozitë po vështirësohet gjithmonë më shumë dhe ka një kosto shumë të lartë që të jesh në opozitë, sigurisht mund të ketë edhe debate që në emocione e sipër mund të jenë debate edhe pak më të ashpra. Partia Demokratike do vazhdoj të jetë e fokusuar në misionin e vet për të sjellë një ndryshim dhe për të sjellë një hapje të partisë. Senata, shumë faleminderit për kohën edhe përgjigjet. Faleminderit juve, shpresoj që të gjithë këto ndryshime që po vijnë tani do sjellin në një qeveri që shtetin do ta vendosë në funksion të qytetarëve dhe jo shtetin ta vendosë në funksion të pushtetarëve. Faleminderit për intervistën.